Egli Tako, e njohur për pjesëmarrjen e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ka qenë e ftuar në një emision të spektaklit të humorit ku solli të qeshura dhe energji në një intervistë me personazhin e famshëm komik. Kur u pyet nëse një bashkëpunim me Gjesin është në horizont, ajo zgjodhi ta linte përgjigjen pezull, por nuk i kurseu batutat. Tani do bëjmë apo s'do bëjmë këngë bashkë, kjo është akoma duke u parë. Ama titulli është i sigurt, nëse do ta bëjmë titulli është mos i hyj thellit. Krahas kësaj deklarate që shkaktori tje për reagime, Egli foli dhe për jetën dhe karrierën e saj, duke dhënë publikut disa pista për planet që mund të vinë ku përveç muzikës, ishte edhe televizioni. Pavarësisht karakterit komik të intervistës, fjalët e saj u komentuan gjërësisht në rrjetet sociale, duke rritur pritshmëritë për një projekt të mundshëm muzikor në të ardhmen, ndoshta pse jo edhe me Gjestin. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se lidhja e tyre me sa duket tani po kalon një krizë, ose ndoshta ata po përpiqen ta mbajnë sa më larg syrit të publikut. Se çfarë po ndodh e din vetëm ata. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.